E dini që ky këndi nofullës këtu, quhet këndi i rinis. Pse? Sepse kur trupi me ecurin, me maturin ton, me rritjen në mosh, dhe kur nuk bëhen ushtrime, muskuli i nofullës vjen dhe të kurret, dobësohet shumë, dhe automatikisht ai, duke qenë se është ndër muskujt kryesorët, ai ndikon edhe tek asimetria e fytyrës, okay? Dhe lidhja e nofullës me pjesën e kafkës shtrëngon i dhëmbët, dhe mu këtu anazhveshit ju do ndjeni atë nyjen, atë lidhjen. Dhe kjo lidhje këtu, kjo këtu ndikon edhe në sistemin gastrointestinal, okay? Ndikohet shumë, po shumë nga kortizoli, sa të tensionuar jeni juve. Pra cilësia e ti, të kurrja, dobësimi i ti, ndikohet nga gjendja jonë mendore, nga emocionet tona, sa të stresuar jemi ne gjatë ditës, sa kortizol po shkarkojmë neve gjatë ditës. Ndikon shumë, humbet volumin, humbet forcën, humbet masën, dhe çfarë bën? Fillon edhe shkrin edhe kockën, e keni parë që të vjetrit, fillon dhe kjo pjesa këtu, fillon edhe zvoglohet, edhe shkon shumë më përpara dhe humbet fare, ky këndi, edhe dhëmbët dalin pak më përpara. Pse ndodh kjo? Apo stafat sepse nuk punohet, ato të shkretit nuk kam ditë face yoga, nuk punohet fare me muskulin, mund të them, më kryesor. Ky është ai lloj muskuli që s'ka nevojë për tonifikim, s'ka nevojë për ta punuar, ka nevojë vetëm për relaks. Ushtrimi është ky, do përpiqeni ta hapni gojen sa mundeni fillimisht, avash, ha? Kur ta hapni gojen, mos mrini kështu. Okay? Jo. Drejt, qëndrimi drejt dhe ngreje pak kokën lart. Okay? Ngreje pak, shiko. Hapeni gojen. Mbylle.